Pikërisht, ne kemi kaq shumë 5500 thuhet, por mund të ketë kaluar dhe më shumë numri i personave që janë në institucionet e ekzekutive vendime penale, kështu që në këtë rast mendoj që është një shpresë që jepet për fund vit, ata nuk do mund ta gëzojnë për fund vit, pra darkën e famshme të vitit të ri, nuk do të jenë pranë familjeve të tyre, por gjithsesi kjo shpresa që është ndezur dhe që dihet që do të tashmë u dha u bë njoftimi zyrtar që do të kenë mundësi së shpejti të jenë pra familjet e tyre, do ta bëj dhe më të thjeshtë momentin e ndrimit viteve që gjithë, siç ata thash, edhe personat familjarë të tyre e kanë një rrezë drite tashmë. E vërtet, kur i referojmë numrit rreth 380 të burgosur që do të lirohen, rreth 900 persona të tjerë që do të përfitojnë ulje dënimi, për numrin e madh që ne kemi mbi 5500 persona që ndodhen, a është një çlirim ky edhe për institucionet e vuajtjes së dënimit apo edhe të paraburgimit, se edhe ne aty kemi shumë persona apo jo? Unë po shpresoj që ky numër nuk është i llogaritur me saktësi të plotë, domethënë se për sa kohë drafti nuk është bërë publik, nuk është dhënë zyrtarisht, mendoj që është një parafrim i numrit që do të përfitojnë, por mendoj dhe shpresoj të jetë edhe më i lartë numri i këtyre personave, se siç e thash, kemi shumë në qoftë në paraburgim, qoftë në përburgje, njerëz që kanë ndoshta një vit të mbetur për të vuajtur dënimin, apo janë të dënuar me 2 vite në total. Dhe duhet të nisin ta praktikojnë, qoftë edhe ta kenë si model nga Europa, gjykata tona që jo për çdo gjë duhet dhënë burg, ka edhe dënime alternative, ka shërbim prove, ka shumë mundësi që njeriu që e ka kryer një vepër me jo shumë rrezikshmëri të lartë për popullsinë dhe për komunitetin të vuajë atë vepër që ka kryer edhe në forma dhe më të lehta. Kështu që kjo shumë mirë që do të ndodhi kjo amnesti, por mendoj që nuk do të mjaftojë, domethënë duhet edhe një sensibilizim qoftë nga ana e prokurorive, qoftë nga ana e gjykatave që jo për gjithçka të shqiptojnë burg, sepse mendoj që sjell komplet një pasojë të kundërt. Pra nëse ti jep burg një vit po themi dënimin dhe nuk e jep shërbim prove, ai personi që për një gjë le ta quajmë, nuk po them që nuk ka shkelje, sigurisht që askush nuk është rrallë janë të pafajshmet që vuajnë dënimet në burg, por në momentin që ti ke kryer një vepër, le ta quajmë pa rrezikshmëri të lartë dhe humb 2 vite nga jeta jote ti dhe familja jote, domethënë duke vuajtur pas teje, nuk mendoj që ky njeri del i riabilituar nga burgu. Ndoshta ky del me më shumë lep dhe mund të jetë edhe kontingjent pikërisht ndoshta për një vepër dhe më të lartë. Kështu që ky duhet të jetë kjo mundësia nga gjykata tona që nuk është ende. Shpresojmë për më të mirën që fillojnë edhe të japin dënime dhe alternative që ka shumë, nuk ka pak. Në punën tuaj si avokate, cilat janë ato vepra që ju nuk do t'i klasifikoni si vepra apo si dënime që meritojnë burgun, për shembull përdorimi i ashashit, kush është një vepër tjetër që nuk do t'i kishte nevojë për burg, por shërbim prove apo qendra riedukimi, sidomos për të miturit? Janë veprat e kryera nga të miturit, siç e thatë edhe juve, të cilët ndoshta mund të kenë një moshë madhore, le ta quajmë, ata mund të jenë të ndërgjegjshëm për veprën që po kryejnë, por jo deri në atë mas sa të dënohen me burgim. Pra, në këtë rast duhet më tepër të kishim zhvillim të institucioneve të edukimit, ata të angazhoheshin më tepër, ndoshta me studim apo me punë apo me gjysmëliri, siç përdoret shumë nga jashtë në Evropë, që ne nuk e praktikojmë, këtë pjesën që mund të punosh gjatë ditës edhe në mbrëmje të kthehesh në institucionin e